Muslimanët besojnë në një Zot të vetëm, krijues dhe mbrojtës i universit. E përderisa gjithçka është nën pushtetin e tij, njeriu gjithnjë ka nevojë për Zotin. Nga momenti që lind derisa largohet nga kjo botë, njeriu vazhdimisht ka nevojë për Zotin, ka nevojë për krijuesin e tij. Në çdo çast, çdo hap që hedh njeriu ka nevojë për Zotin, madje edhe gjërat më bazike, siç janë ajri apo ushqimi, apo edhe një trup që funksionon, të gjitha këto ka nevojë për krijuesin, ka nevojë që krijuesi t'i mbikëqyrë ato dhe t'i jap vazhdueshmëri. Njeriu ka gjithmonë nevojë për Zotin, sepse pas Zotin, njeriu nuk është asgjë dhe nuk mund të realizojë dot asgjë. Zoti është ai që me një të thënë bëhu dhe ajo gjë bëhet. Njeriu ka nevojë për Zotin edhe kur është i dëshpëruar, edhe kur është i mërzitur, edhe kur është i lumtur. Pa lejen e të Madhit Allah nuk bie një gjë te na pema dhe nuk arrin dot asnjë gjë pa fuqinë e Zotit. Neve jemi qenie njerëzore dhe gjithmonë do të kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Njeriu ka uljet e ngritjet e veta, por ka kapacitetin e duhur duke u mbështetur të Madhin Zot të arrijë diçka që ai dëshiron. Unë jam 18 vjeç, sa kam mbaruar gjimnazin dhe jam në vit të parë në Universitetin e Vlorës për kontabilitet financë. Dhe kam hyrë në besim në moshën 10 vjeçare, rreth klasës së 4. Ka qenë një shtys në fillim ngacmimet e një shoku që unë kisha në klasë, më ngacmonte, më fliste shumë herë për Islamin, më tregonte biles shumë herë, merrte në klasë, domethënë Kur'anin, ndonjë libër të vogël, triparimet e besimit siç janë, domethënë, dhe mi shpjegonte këto në klasë, me atë dijen që mund të ketë një fëmijë në atë moshë, një fëmijë 10 vjeçar. Kjo ka qenë shtysa ime e parë. Më pas më afroi në xhami. Unë namazin e kam filluar po atë vit në klasë të 4-të, e falja jo rregullisht, mund të falja 2 vakte në ditë ose 1 vakt, si të vinte më thënë, por në klasë të 6 të 7 fillova që t'i falja të 5 takohet rregullisht. Ata që Zoti do, udhëzon në Islam. Dhe besoj se Zoti më ka dashur vërtet, që më ka udhëzuar kaq të vogël në Islam dhe elhamdulillah që po vazhdoj këtë rrugë. Mbështeten krijuesit në çdo lloj drejtimi, për çdo lloj problemi edhe jeta ime ka ndryshuar në maksimum se nuk do kishte kuptim jeta pa Islamin. Falenderoj Zotin që jam i udhëzuar, inshallah shpresoj të më mbajnë në këtë rrugë deri në frymën e fundit. Duke medituar, duke parë qiellin, duke dëgjuar ligjërata, duke u konsultuar me miq e shok, dhe në këtë lloj forme më erdhi udhëzimi nga i Madhi Zot. Në hapat e para kur fillova namazin ndjesha i lahtësuar, ndjesha i mbushur me energji pozitive dhe i kënaqur me Zotin e gjithësisë. Kisha diçka që më mungonte për brenda lumturia, këtë gjeta te namazi. Pati ndryshim u largova nga gjërat e kota dhe jeta ka kuptim. Islami është fe e balancës dhe mund dhe njëkohësisht dhe adhuron Zotin dhe bën detyrat e dunjas. Në jetën e kësëbotshme, krahas ushqimit të trupit, njeriu e ka shumë të nevojshme të ushqejë zemrën dhe shpirtin. Një zemër e brengosur dhe një shpirt i trazuar kërkon një zgjidhje, dhe askush më mirë se ai që na krijoi nuk na e ofron këtë zgjidhje. Njeriu ashtu siç është një qenie që ka anën e tij fizike, pra ka nevoja fizike, po ashtu ka dhe anën e tij shpirtërore, ka zemrën, ka shpirtin i cili dhe ai kërkon të ushqehet dhe shpirti i njeriu të ushqehet duke përmendur Zotin, duke u lutur atij, duke u falur Zotit 5 herë në ditë, duke kërkuar atij të gjitha nevojat që ne kemi, sepse ai është pronari i gjithçkaje, dhe Zoti është më bujar nga se çfarë mendojmë ne, mëshira e tij është e gjerë. Pra njeriu asnjëherë nuk duhet të ketë frikë nga Zoti, asnjëherë nuk duhet largohet, nuk duhet mendoj se un kam bërë shumë gjunahe dhe nuk mund t'i drejtohem Zotit, pra nuk kam fytyrë të dalë para Zotit. Njeriu duhet të drejtohet Zotit në çdo çast, sepse Zoti është falës, është mëshirues, është bujar i madh në çdo hall, në çdo shqetësim, në çdo vështirësi që ka njeriu, qofshin këto nga më të vogla deri tek vështirësia më e madhe që mund kalojë njeriu në këtë botë. Njeriu është një qenie e gabueshme. Në çdo veprim mund të gabojë, në çdo veprim që bën, por pa ndihmën e Zotit nuk mund të bëj asgjë, sepse Zoti është ai
që kontrollon dhe lëviz mendjet tona, por në radhë parë kontrollon zemrat tona dhe nuk i mban ato të ngurta, i bën zemrat tona të brishta, i bën zemrat tona që njeriu të ndjej keqardhje ndaj një personi tjetër, ndaj një nevojtari ose ndaj një personi tjetër, i bën zemrat tona që të kenë nevojë për të. Fatkeqësisht shumë njerëz kujtojnë për Zotin vetëm në raste të veçanta, si për shembull siç thot Zoti në Kur'an, njeriu kur është në mes të detit, në mes të dallgëve shikon vështirësinë dhe i lutet Zotit, por kur vjen në tokë ai harron Zotin, harron krijuesin e tij, harron vështirësitë që ka kaluar. Por besimtari nuk është i tillë, besimtari vazhdimisht është i lidhur me Zotin, ai vazhdimisht e përmend atë, vazhdimisht e kujton Zotin, i përmend të mirat që Zoti ja ka dhuruar dhe falënderon atë për mirësitë që i ka dhënë. Harrojmë sepse na gënjen, duke përfshirë dhe mua, na gënjen jeta e kësaj bote, na rrëmben monotonia e kësaj bote, na rrëmben ndonjëherë, na rrëmben edhe gjunahu, na rrëmben edhe gabimi, na rrëmben ndonjëherë edhe shturja, disi e vogël, por na rrëmben dhe detyrimisht mund të shkojmë në gabim, mund të shkojmë në gjuna. Por gjithmonë më pas duke kërkuar falje tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ai është falësi më i madh. Njeriu ndonjëherë me arrogancën e tij mund ta harrojë krijuesin, mund t'i duket vetja sikur është i Zotit të bëj çfarë të doj, por në momentet vështira e kupton se sa i dobët është, sa nevojë ka për krijuesin. Mendon një njeri i cili është i sëmur, që mund të ketë humbur një organ, apo mund të ketë një shqetësim tjetër ai në ato çaste, në ato momente kur është i smur, e kupton dhe ndjen se sa i dobët është dhe se sa nevojë ka për krijuesin e tij. Zoti në shumë ajete të Kuranit fisnik thotë që ai është pronari i gjithçka, thotë që është pronari i qiellit dhe i tokës, po ashtu thotë që tek Zoti gjenden të gjitha depot e qiellit dhe të tokës. Pra Zoti është pronari i gjithçka e për Zotin nuk ka asgjë të vështirë. Kujto sa herë ke qenë në vështirësi dhe je drejtuar me thirrjen, o Zoti im, dhe më pas ai ju ka ardhur në ndihmë. Ky është krijuesi i cili e di gjendjen e robit të vet më mirë se vetë njeriu. Shpesh herë, në vrrullin e jetës moderne, ne rendim pas gjërave të kësaj bote, dashurohemi me to, duke harruar dashurinë për krijuesin. Njeriu me vërtet ka ardhur në këtë botë për t'u sprovuar, por që t'ja dalë me sukses, që t'i arrit t'i kaloj këto sprova, duhet t'i mbështetet krijuesit, duhet t'i mbështetet Zotit, Allahu xhaleshanuhu. Do të ketë një jetë të qetë në veten e tij, në familjen e tij, në shoqëri, dhe më rëndësishme të arrijë të fitoj përjetësinë, të fitoj ahiretin tek Allahu xhaleshanuhu. Vedia jon, pasi kemi gjetur Zotin dhe pasi kemi gjetur rrugën e drejtë, pasi themi se Zoti është një dhe një i vetëm, na çon në rrugën e drejtë. Dhe pasi jemi në rrugën e drejtë, nuk na lë që neve të gabojmë, të dalim në gjuna, sidomos rinin që në kohët e sotme e rrëmben ajo jeta e natës ose e disi, duhet që të na mbaj të fortë të lidhur pas Zotit, sepse kjo jetë është kalimtare. Duhet të luftojmë për të fituar xhenetin e Firdeusit, sepse në këtë jetë sot jemi, nesër nuk jemi. Besimtarë më të mëdhenj të i madhi Zot janë profetët e tij. Secili profet ka hasur vështirësitë në këtë dynja. Në momentet e tyre më të vështira do të shqipohesh për gjerimin dhe për ultësinë që kanë drejtuar te i madhi Zot. Shiko rastin e Ibrahimit a.s. kur do ta hidhni në zjarr. I shkoi Xhibrili a.s. dhe e pyeti: "O Ibrahim, a ke nevojë për ndihmë?" Ibrahimi a.s. ja theu: "Jo, mua mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë." Në atë moment Allahu Zoti i gjithësisë urdhëroi zjarrin që të bëjë freski dhe qetësi për Ibrahimin a.s. Lutja e profetëve ka qenë: "O Zot, ne jemi të pafuqishëm e të dobët, të lutemi ty që të na ndihmosh." Askush të mos thotë, ndihem kështu apo ashtu, kam këtë apo atë problem. Ke qarë ndonjëherë për 40 net me radhë për Zotin tënd? E ke vënë ballin në seshde dhe je mbytur në ngashërim? Pse mundohesh të shfaqsohesh? Drejtohu nga Zoti dhe lutju me përgjërim atij. Më trego rrugën, o Zoti im. Më mbaj dorën se nuk mund të shkoj pa ty. Të gjithë personat që nuk janë besimtar, i ftojnë në rast parë të lexojnë vetëm një pjesë të kuranore, të lexojnë një ajet kuranor. Dhe atë ajet kuranor ta mendojnë me vete, jo ta shikojnë shablon, por ta perceptojnë me vete,
të shikojnë brëndësinë e atij ajeti se ku ka dashur të dalë Zoti i Madh në ata ajet që na transmeton ne njerëzve. Përmes logjikës të lexojnë, sepse vetëm duke lexuar për Islamin dhe duke lexuar për fenë e Zotit, vetëm ashtu mund të gjejnë rrugën e drejtë dhe rrugën e duhur. Bëj thirrje gjithë atyreve që nuk janë në besim që të meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës. Aty do të njihen me Allahun, Zotin e gjithësisë dhe do të arrijnë të kuptojnë konceptin e jetës. Zoti nuk ka nevojë për asnjë nga krijesat e tij, por të gjitha krijesat kanë nevojë për Zotin. Allahu është Samed, pra çdo gjë i drejtohet atij, çdo gjë ka nevojë për atë. Dhe Zoti është më bujari nga të gjithë, është nga mirësia e tij që na ka krijuar, është nga mirësia e tij që ai na ka zgjedhur dhe na ka bërë njerëz, na ka udhëzuar me Islam, na ka dhënë besimin që kjo është mirësia më e madhe që mund të ketë një njeri, është mirësia më e madhe që mund të arrijë njeriu në këtë botë, pra të ketë një zemër e cila beson tek Zoti, e cila i lutet Zotit, e cila drejtohet Zotit. Një njeri pa besim mund të them pa frikë se është një njeri i vdekur. Është një njeri inexistent, sepse ai nuk ndjen kënaqësinë shpirtërore. Ai nuk ndjen atë qetësinë kur fal namazin. Ai nuk ndjen atë pastërtinë shpirtërore kur ne besimtarët argjerojmë Ramazanin. Ai nuk ndjen atë kënaqësinë shpirtërore kur ne besimtarët falim namazin e teravive. Ai nuk ndjen atë kënaqësinë shpirtërore kur besimtari jep sadakan. Ai nuk ndjen kënaqësinë shpirtërore të një besimtari kur mund të kryej haxhin. Ai nuk ndjen kënaqësinë shpirtërore të një personi kur i jep një besimtari tjetër selam, kur i jep pra që i thot paqe, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ty. Ai nuk i ndjen këto. Prandaj e them me bindje të plot që ai njeri është i humbur dhe duhet kthehet sa më shpejt në Islam. Allahu mund të dhuroj sa të doj, por secili do të marrë aq sa përpiqet. Nëse ti e bën natën ditë, edhe Zoti do t'u ndriçojë më shumë atë. Kush është i nevojshëm për tjetrin? Kush ka nevojë për ndihmë? Kush e ndjen veten të dobët e të pafuqishëm? E kush tjetër përveç njeriut? Allahu është falës e mëshirues. Sa herë ta kërkojmë, ne do ta gjejmë atë falës e bujar të madh.